Duhet brezi i ri, new generation në anglisht, bëhet fjalë për masazhari estetiko-kuruese, parukeri avancuar dhe estetika avancuar. E rëndësishme është, sepse imazhi është, të themi, pjesë shumë e rëndësishme e një individi. Po a sa ti kushtoj 100% të kohës, jo, 50%. E dini pse, sepse në fakt kemi folur, në fakt kemi trajtuar si një lajm që ka ardhur nga Departamenti i Informacionit shtimin e rasteve kur student edhe me diploma universitare janë drejtuar marrjes së një profesioni. Dhe në fakt kemi rastin e parë kur me një vendim të Këshillit të Ministrave është hapur për herë të parë në Shqipëri një shkollë e lartë universitare, studime universitare me diplomë bachelor në këtë çështje, pra dhe Kolegji Profesional New Generation ka statusin e një shkolle të lartë universitare. Këtu kemi të ftuar për të folur për këtë administratorin e këtij kolegji, zotin Ilir Tafaj, dhe pedagogen Tanja Lana, e cila vjen nga Italia. Përshëndetje, është kënaqësi që ju kemi mes nesh. Grazie. Atëherë, filloja me zotin Tafaj, i cili është administrator. Ajo që më bën përshtypje është që për herë të parë në Shqipëri kemi një shkollë të lartë, sistem universitar që jep diplomë bachelor në masazheri estetiko-kuruese, parukeri avancuar dhe estetika avancuar. Staf pedagogjik të përbërë nga pedagog vendas të huaj me eksperiencë shumë vjeçare. Sigurisht. Atëherë, duke ju falenderuar për emisionin, duke ju një ditë të mbarë, si çdo gjë tjetër, pas vitit 90 në Shqipëri filloi të merrte tendencën drejt Evropës, drejt zhvillimit. Si në çdo fushë tjetër të biznesit, të jetës, edhe fusha e shërbimeve në parukeri apo në estetik, filloi të hidhte vështrimin drejt Evropës, në sensin për të përmirësuar dhe për të updetuar me nivelin evropian. Sigurisht dhe ne me pak vëmendje dhe me pak nuhati u bëm pjesë e kësaj sfide dhe në 2009 me një vendim të Këshillit të Ministrave u licencuam në këto programe. Sigurisht sfida jon ishte e vështirë, por rezultoi suksesshme. Sfida që ndërpres zoti Tafaj ishte e vështirë në gjetjen e stafit pedagogjik që do ta ngrinte këtë lloj këtë profesion për cilin jemi mësuar të gjëmë si ka kurse specializime në nivel universitar? Jo, pjesërisht në këtë aspekt, por sfida që ndronte në mentalitetin me cilin ne po përballemi nga dita në ditë. Domethënë, është mirë për një të ri që mbaron gjimnazin të vazhdoj një kurs 3 mujor apo 6 mujor dhe me aq të mjaftohet për të hapur një qendër estetike apo të ndjek studimet universitare, pra të marrë diplomë, sipas kartës së Bolonjës që ofron kolegji jon, ku një vit akademik ka 60 kredite, të transferueshme, të ekuivalentueshme, ose të transferueshme në një shkollë tjetër. Dhe pas kësaj të marrë një informacion të thelluar dhe pas kësaj të punësohet që eksperienca është shumë. Domethënë tregu